Anton Cena, shpjesari policisë së Kosovës, por njëkohësisht edhe trajner i judos. Lidhja e tij me sportin e judos është jashtëzakonisht e ngushtë, saqë ai e sheh atë edhe si mënyrë jetese. Megjithëse është 61 vjeçar, Cena tregon se për shkak të marrjes me këtë sport, ai nuk ka qenë kurrë në jetën e tij i sëmur e madje as nuk ka përdorur kurrë medikamente mjekësore. Përfitime shëndetësore, unë mund nisem nga vetja ime, personalisht kur në jetë kam qenë i smuar, do thotë normalisht deri me tani në policinë e Kosovës nuk e kam asnjë ditë pushim i smuar. Kam pas lindime ndryshme të cilet janë pa evitueshme, mirë po i smuar ashtu sa përket shëndetit nuk kam qenë kurrë dhe kur në jetën time për 61 vjet nuk kam marrë medikamente. Do thotë jam 365 ditë top. Në një intervistë për Kosova Press, Cena tregon se si sportin e judos tashmë e ka futur edhe brenda institucionit të policisë së Kosovës. Po, nuk është hap vetëm klubi, janë hap 8 klube në policinë e Kosovës, e njëri ndër ta është edhe klubi judo policia e Kosovës, po e presim përfundimin e palestrës se shpejti do të fillojmë antarësimin e gjugjave apo nxënësve të ri, do thotë fëmijët polezëve dhe qytetarëve në klubin e judo policia e Kosovës, i cili po shpresoj do të është i mirëseardhur për qytetin e Prishtinës sepse është dashur me fillu në zemrën e Prishtinës, në qytetin e Prishtinës. Do të rrisim një herë, do të më rrit kuadrot, pastaj në bazë zhvillimit tyre, në bazë të aftësive tyre, do të transferohen pej. Sukseset më të mëdha në sport deri më tani, Kosova i ka arritur në judo, duke fituar shumë medalje elitare në kampionate evropiane dhe botërore. Qesi suksesit është zinxhiri, nuk është vetëm trajneri Diton Kuga, tani është edhe kolosja e judos Malina Kelmendi, e cila është bë dorë djathtë e Dritonit, pastaj ka dorën e Majt Fatosin edhe ka trajnerin brazilian i cili ka ardhur, thotë është plotësuar me kapacitete sa i përket trajnerëve dhe një hov jashtëzakonisht madh do e bën të ardhmen të afërm hovin edhe më të madh se ka pas më herët. Shumë janë skeptik, por unë po besoj që në Olimpiadën e ardhshme do të kemi edhe fytyra tjera në arritjen e rezultateve apo medaljeve në Olimpiadën e ardhshme. Unë kam folë me to, i kam thënë derisa të funksionon zemra, derisa të punon zemra, mos dil nga tatami, për ndryshe Kosova do ta ketë shumë vështirë pa te. Dorën e zemër pa te shumë vështirë ka. Për arsye se nuk po e them unë këtë, po po e them mendimin e shumë trajnerëve evropianë dhe botror me të cilët kam komunikim të rregulltë me ta, kanë thënë është shumë probleme zaventësue dhe shumë probleme ngrit një trajner kapacitetit apo nivelit të tillë. Fjalë të zgjedhura e më shumë lëvdata Cena ka dhe për medaljistën olimpike Majlinda Kelmendin. Po, Majlinda Kelmendi ka qenë moshën 15 vjeçare kur unë kam thënë që do të bëhet kolose e judos. Kanë qenë në Shqipëri, do thotë trajnerët apo kryetarët e të gjitha federatave të sportit të Kosovës, kemi qenë në mbledhje me Komitetin Olimpik Shqipëri, do thotë ka qenë Majlinda Kelmendi 15 apo 16 vjeçare. Unë kam thënë që të gjithëve që Majlinda do të bëjnë bumin më të madh që ekziston në botë për këtë rezultateve. Më kanë thënë që të gjithë mos u ngut sepse i ka tek 15 vite. Mbas 2 vite është bëm Paris kampione e botës për junior. Do të moshën 17 vjeçare ajo ka shpërthyr, do të 2 vite. Mbas 2 vite sepse ajo është po talenti, vullneti, durimi, përkushtimi edhe disiplina. Ajo unë po mendoj që është gjudisja më disiplinuar në botë.